Kanadaja do të hapë njësinë e parë të saj diplomatike në Groenland në shenjë solidariteti pas kërcënimeve të presidentit Donald Trump për të marrë nën kontroll territorin. Një delegacion i përbërë nga zyrtar kanadez, përfshirë ministren e jashtme Anita Anand, ka udhëtuar të premten në kryeqytetin Nuuk për të formalizuar hapjen e konsulatës. Në prag të udhëtimit, pjesëtarët e delegacionit thanë se Kanadaja mbështet në mënyrë të palëkundër banorët e Groenlandës, të cilët duhet të vendosin vetë për të ardhmen e tyre. Vizita vjen pasi një grup zyrtarësh francez zhvilluar një udhëtim të ngjashëm me qëllim hapje në të njëjtën ditë të konsulatës së tyre. Misionet diplomatike kanadeze dhe franceze përbën një ekspansion historik të angazhimit të faktorëve të huaj në Groenland. Deri më sot, vetëm Islanda dhe Shtetet e Bashkuara kanë pasur konsulata në ishullin autonom. Gjithashtu, hapja e njësive është sinjal i vazhdimit të mbështetjes së ofruar nga aleatët e NATO-s për Groenlandën, të cilën Trump deklaroi disa herë vitin e kaluar se Amerika do ta përvetsojë për motive të lidhura me sigurinë e saj. Megjithatë, presidenti amerikan u tërhoq nga qasja e tij agresive pasi tha se po shqyrton një marrëveshje pas bisedimeve të mbajtura me Danimarkën, aleatët evropian dhe Kanadan. Groenlanda ka qenë por një farkohe në radarin e Kanadas. Hapja e konsulatës u njoftua për herë të parë në vitin 2024, kur qeveria kanadeze rishikoi politikën e jashtme për Arktikun. Hapja u caktua për nga fundi i vitit 2025, por sërish u shty për shkak të motit të keq.